Një zhvillim i papritur ka ndodhur në linjën e mesme pasi lëvizja Hamas ka pranuar lirimin e të gjitha pengjeve që ndodhen në rripin e Gazës. Ky vendim është bërë pjesë e planit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke sinjalizuar për herë të parë një hap të mundshëm drejt uljes së tensioneve në rajon. Menjëherë pas njoftimit nga Hamasi, ushtria izraelite ka reaguar duke pezulluar sulmet ajrore dhe toksore mbi Gazën, duke nisur nga mëngjesi i kësaj të shtunës. Sipas deklaratës zyrtare të forcave të armatosura të Izraelit, veprimet ushtarake do të përqendrohen vetëm në operacione mbrojtëse për trupat që ndodhen ende në pozicione brenda territorit të Gazës. Burimet ushtarake konfirmojnë se qyteti i Gazës mbetet në rrethime të plota, ndërsa njësitë izraelite nuk janë të tërhequra, por po qëndrojnë në vijat e avancimit për të arritur deri më tani. Deri në orët e para të mëngjesit, avionët luftarak vijojnë ende goditje në disa zona të rripit, por udhëzimi i fundit nga udhëheqja politike e Tel Avivit kërkon ndalimin e ofensivës, përveç rasteve kur konstatohet në një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj forcave izraelite. Vendimi i Hamasit u bë publik mbrëmjen e së premtes, duke e shoqëruar me një deklaratë ku theksoi se përveç lirimit të pengjeve, grupi është i gatshëm të vazhdojë negociatat për pikat e tjera të planit të paqes të propozuara nga administrata amerikane. Kjo lëvizje shihet si një përpjekje për të hapur rrugën drejt armëpushimit të qëndrueshëm, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar po ndjek më afër çdo zhvillim në terren, duke i cilësuar momentin si një dritë shprehëse pas muajsh të tëra gjakderdhje dhe shkatrimesh në Gazë.